Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Eksperti zbulon sekretin për të jetuar mbi 100 vjet. Ju duhet vetëm rozmarin. Vlera dhe përfitimet që do të marrim nga rozmarina janë me të vërtetë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri në organizëm. Kjo bimë aromatike gjithashtu bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicë dhe nga ana tjetër në vendin ton shpesh ajo përdoret si një shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj e dhimbjeve, si edhe për mirësimit të memorjes, një spektër i cili përfshin vlerat dhe përdorimet e saj të shumta që siç e tham që nga gatimi dhe deri tek vajrat esencial, ne këtu do t'ju tregojmë disa nga vlerat e tjera të kësaj bime, të cilat ju mund t'i përdorni për një sër benefitesh në organizëm. Mushkrit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi më kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe një ndër më të rëndësishmit të organizmit. Në qoftë se ju përjetoni probleme me mushkrit, kjo do të thotë më pak oksigjen për trupin duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe njëkohësisht rrezik për jetën. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve, ekzistojnë edhe disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup dhe një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë vitaminash, si edhe një ndër to ne mund të përmendim vitaminën A dhe C, duke përfshirë këtu edhe minerale si për shembull magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale gjithashtu bëjnë që të ndihmoni forcimin e sistemit tuaj imunitar duke nxjerrë jashtë edhe toksinat nga trupi, jo vetëm për personat të cilët kanë probleme të mushkrive, por rozmarina mund të jetë shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi pluhurin dhe njëkohësisht ndotjen. Kështu në qoftë se ju doni që të përmirësoni rrugët tuaja të frymëmarrjes dhe shëndetin e mushkrive tuaja, mjafton që të shtoni konsumimin e kësaj bime aromatike. Mundet që ta pini atë si një çaj, të bëni masazh në krahëror dhe gjithashtu mjafton që ta konsumoni sa më shpesh në ushqime. Për personat të cilët vuajnë dhe përjetojnë humbje të shikimit apo ato që quhet degenerimi makular, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50 dhe njëkohësisht do bëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet përdorimi sa më i shpeshtë i rozmarinës. Duke qenë e pasur me antioksidantë, rozmarina ndihmon edhe në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Duke qenë e pasur me vitamina, ajo do të ndikojë në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdesuni që të shtoni sa më shumë fije rozmarin në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar shumë shije dhe shëndet të plot njëkohësisht. Vlerat e rozmarinës për shëndetin janë me të vërtetë të mëdha, ndihmesa që kjo bimë jep për memorien dhe për qëndrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si një kurë natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime e vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien tuaj deri në 30% në qoftë se ajo konsumohet rregullisht. Rozmarina gjithashtu ndihmon edhe në sëmundjet neurologjike siç janë depresioni, ankthi apo skleroza e shumëfisht. Mjafton që ju ta konsumoni atë rregullisht, ta përdorni në çajra apo të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial.
Largoni gjithashtu ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për persona të cilët kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesa ju a largon në lehtësisht rozmarina pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi. Sigurohuni që të konsumoni sa më shumë çaj e rozmarine gjatë përditshmërisë tuaj. Në çdo rast, ne ju rikujtojmë se ky informacion mund të jetë ndihmues për sëmundjet tuaja, por konsultimi me mjekun është gjithmonë i nevojshëm. Ndërkohë, sipas ekspertëve, përfitimet e rozmarinës për shëndetin janë me të vërtetë të larta. Rozmarina ofron një mori përfitime shëndetësore të cilat shtrihen shumë përtej rolit të saj si një erëzë aromatike. Ja disa nga përfitimet e shumta shëndetësore të rozmarinës. Shëndeti i njohës dhe rritja e kujtesës. Edhe aroma e rozmarinës mund të përmirësojë ruajtjen e kujtesës dhe njëkohësisht qartësinë tuaj mendore duke e bërë atë një mjet të shkëlqyer për studentët ose çdo i cili kërkon që të rrisë aftësitë njohëse, por edhe mbron qelizat e trurit nga dëmtimi. Efektet e rozmarinës në shëndet janë antioksiduese dhe antiinflamatore. Rozmarina është e mbushur me antioksidant të fuqishëm dhe me përbërës antiinflamator. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira në trup dhe gjithashtu ato reduktojnë stresin oksidativ i cili lidhet me sëmundje kronike si sëmundjet e këqija, sëmundjet e zemrës dhe plakja. Përfshirja e rozmarinës në dietën tuaj gjithashtu mund të ndihmojë edhe në uljen e inflamacionit duke mbrojtur trupin tuaj nga disa kushte shëndetësore. Shëndeti i tretës. Sipas ekspertëve, rozmarina bën që të shtohet prodhimi i lëngut biliar, i cili mbështet procesin e përgjithshëm të tretjes, duke reduktuar kështu simptomat si fryrja, gazra dhe njëkohësisht dispepsia. Ajo gjithashtu ofron mbështetjen e shëndetit të zorrëve dhe nga ana tjetër parandalon të gjitha shqetësimet e tretjes. Mbështetja e sistemit tuaj imunitar. Përdorimi i vajit të rozmarinës ose pirja e çajit të rozmarinës gjatë sezonit të ftohjes apo gripit mund të sigurojë gjithashtu një mbrojtje shtesë kundër këtyre sëmundjeve të zakonshme. Shëndeti i rrugëve të frymëmarrjes. Thithja e vajit esencial të rozmarinës apo pirja e çajit të rozmarinës gjithashtu mund të ndihmojë në hapjen e rrugëve të frymëmarrjes, zvogëlimin e kongestionit dhe lehtësimin e frymëmarrjes. Kjo është veçanërisht e dobishme për trajtimin e kollës, ftohjes dhe gjithashtu infeksioneve të tjera të frymëmarrjes. Shëndeti i flokëve dhe i kokës. Vaji i rozmarinës është i njohur për stimulimin e gjendrave të flokëve, duke nxitur kështu rritjen e flokëve dhe duke parandaluar rënien e tyre. Menaxhimi i rregullt i vajit të rozmarinës në skalpin e kokës gjithashtu mund të ndihmojë në mbajtjen e skalpit të shëndetshëm dhe njëkohësisht pas bokth. Shëndeti kardiovaskular. Sipas ekspertëve, rozmarina mund të jetë një ndihmues në qarkullimin e gjakut, i cili është jetik për shëndetin kardiovaskular. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.